E bora të njëjtin fluturim një javë para se me ndodhë rasti. Por që kur ndodhi rasti më preki shumë, nuk e di, ishte shumë afër zemrësime. Fluturimi ka qenë mjaft i gjatë, kemi pas shumë valigje, pasi që kemi qëndru një muj. Momentin që kemi arrit atje, kemi pas gjithmonë ka pas shumë persona që se cilin premisave i kanë mbështet, ka pas mbështetësa për gjithë botës, që është e vërteta, ka pas edhe plot, kur shësha me fotot e mia, jam di shumë bukur, pasi që unë se kam pas askon prej vendin tim që me arë me mbështet, ndër të pak të advajza realisht që s'kan pas një person atje, pasi që ka qenë pak e vështirë me pasaportonën për shkak dokumentave që me arë dikush në Indi, s'ka qenë problem, por që kam pas mbështetje prej njerëzve nga gjithë bota, për këtë nuk e kam ndi mungesën që është e vërteta, po ka qenë eksperiencë shumë e bukur, kemi vizitu ka shumë vende të bukura, për mu ka qenë një kulturë që kam dashur gjithmonë me vizitu, pasi që ka shumë gjëra të bukura për mendimin tim. Kemi vizitu tempuj, shtete, këtë se kam ditë më herët, India ndahet në States, pasi që është shumë e madhe, në vendin që kemi qëndru ne, quhet Telangana, kemi qëndru në Hyderabad, është kryeqyteti i Telanganas me 39 milion banor. Kemi vizitu tempuj pafund, kulturën e tyre, kemi provu ushqime, ka pas shumë koreografi që edhe njerëz që na kanë prezentu mënyrën e jetesës, vallëzimet, rrobat, kam vesh sari baset 4-5 herë gjatë periudhës që kam qenë atje. Mandej vendosa me lëviz pak pas mbaroi kompeticioni edhe ndërpreva kontratën, lëvizda në Delhi edhe Ahmedabad. Delhi është si Delhi, është fantastik. Të pëlqeu Delhi? Më pëlqen. Kultura është ka kaq shumë kultura të ndryshme, tempo, ka shumë fe të ndryshme, ndryshon ushqimet prej njëri prej tjetrit, që për neve në base nuk janë të zakonshme, por që janë, secili vend e ka kulturën, muzikën e tyre, veshjet i kanë ndryshe, ka biles për sari ka më shumë se 100 lloje të sarive, që unë se kam ditë këtë më herët, por që e kam mësuar atje. Në tempuj, kam shku në tempuj të feve të ndryshëm. Shumica e njerëzve atje dim që janë hindu, por që ka dhe fetën të ndryshme, që atje është e bukur se e përkrajnë secilin prej feve, pasi që ka njerëz nga secila fe. Mandej lëviza në Ahmedabad. Ahmedabad është një vend që është kryesisht me hindu, edhe 100% e vendit është vegetarian. Në Ahmedabad është vendi ku ndodhi edhe rasti i fatkeqësisë, po. E ke një histori atje? Po. Që paka shumë mundet me ndërlidh me një mënyrë së tjetër. Unë realisht veç u ktheva, por ishte më preki shumë, se e kam ditë patjetër që ekziston si vend më herët, por kur shkova me vizitu, lidhesh më shumë me njerëzit, se njerëzit janë shumë mikprisa. Unë do me thonë veç që ndërpreva kontratën tek Miss World-i, ende jam Miss World Albania, por që atje nuk u prezentojsha më si Miss, pasi që vendosa me u thu vetë, edhe kur vendosa me shku në Ahmedabad, më ka ra me bisedu me shumë njerëz, isha të shtëpia e Gandhit, edhe kam vizitu pafund vende, por që kur ndodhi rasti më preki shumë, nuk e di, ishte shumë afër zemrësime, pasi që veç e vizitova, ishte e bora të njëjtin fluturim, një javë, para se me ndodhë rasti. Njerëzit që e dishin që jam këty, veç më thanë shqyqyr që s'ke qenë, shqyqyr që s'kam qenë, por që u preka shumë për rastin që ndodhi. Megjithatë ka pasur shumë njerëz që të kanë kontaktuar dhe janë siguru nëse je mirë dhe nëse fati ka dish që ti mos të jesh në atë fluturim. Ka pas shumë persona. Biles mami kur e ka pa është prek shumë se tha shqyqyr që s'ke qenë një ndër. Se ishte realisht njëti fluturim, njëta kompani, njëta linë, shqyqyr që s'ka qenë rast për mu, por unë nuk preka kogja shumë nga rasti. Biles jam mundu sa do pak njerëzit që i kam njoftë atje, pasi që më kam bet kontakte, me ngushëllu sa do pak.